Çfarë mbaroi në vitin 1991? 1990, Albani ka 36 çokolata, ai ha 29. Çka ka tani? diabet. Testi i kulturës së përgjithshme në Big Brother VIP Albania 5, së bashku me përgjigjet e çuditshme të banorëve, ka shkaktuar reagime të shumta dhe humor në rrjetet sociale. Ky fenomen nuk i shpëtoi as Louise Ailit, fituesi i edicionit të dytë, i cili vendosi ta trajtojë situatën me ironi dhe stilin e tij karakteristik. Në një video të postuar në Insta Story, Louise ironizon nivelin e përgjigjeve të banorëve duke krijuar një skenë komike në shtëpinë e tij. Në këtë lojë, bashkëshortja e tij Chiara Tito merr rolin e vëllait të madh dhe i drejton pyetje, ndërsa ai përgjigjet me batuta plot humor dhe sarkazëm. Dialogu mes tyre shndërrohet në një test inteligjence humoristik. Pyetjeve të zakonshme Louise u jep përgjigje të papritura dhe qesharake. Për shembull, kur pyetet se çfarë përfundoi në vitin 1991, ai përgjigjet 1990-at. Në një tjetër rast, kur përmendet një person me çokolata, përgjigjja e tij është diabet. Po ashtu, ai thot se deklarata e pavarësisë është nënshkruar në fund të faqes dhe se arsyeja e një divorci është martesa. Ky interpretim ironik dhe kreativ është pritur me të qeshura nga ndjekësit, duke treguar edhe një herë aftësinë e Louisit për të kthyer situatat virale në humor dhe argëtim.